Përshëndetje të gjithëve, dua të ndaj me juve një gjë shumë të thjeshtë, po të thjeshtë fare. Shkova të votoj. Edhe shkova të votoj këtu në Kanada. Janë zgjedhjet federale. Atëherë ç'a ndodh? Mora unë letrën që më erdhi në shtëpi, e cila tregonte adresën dhe qendrën e votimit. Këtu mund të votosh edhe për gjatë ditëve të javës, edhe pse data e fundit pastaj është data 28, që është dhe data zyrtare, mbas të cilës nuk ka më votime. Dhe dalin fituesit. Çfarë ndodhi? Do thoni ju. Po ju mund mos thoni asgjë, po unë gjithsesi po ju a them. Ndodhi që shkova, e para një radhë nuk ishte, tregova letrën që më kishin dërguar në shtëpi, që më tregonte qendrën e votimit, i paraqita një dokument identifikimi, që në këtë rast ishte thjesht patenta, sepse shërben si mjet identifikimi këtu, dhe zotëria tjetër që ishte në krah, se ishin vetëm 2 veta që bënin regjistrimet tek ajo tavolina, këput si blok çeqesh, është letra e votimit, e këput atë letrën nga ky bloku i çeqeve dhe e masi e palos në tresh, merr një si tip skontrino të vogël të asaj, ta jep ty dhe ti futesh te tavolina në krah, që më saktë nuk futesh, po thjesht kalon te tavolina në krah, ku ka një si mur kartoni, hap letrën, shikon emrat e kandidatëve, gjithsej 4 kandidat, emri i kandidatit zonës tënde me poshtë partinë e vet, me një rreth të madh kaq, që ty mos të t'hiki dora, vetëm po të kesh në çështje me kyçin, dhe mbasi shënon një nga këto të 4, e palos siç ishte këtë letrën, ja jep prap këtij zotërisë në dorë në prezencën tënde, ai heq skontrinon e dytë që ti votove, dhe pastaj e merr këtë letrën, edhe e fut te kutia mu para syve të këtij zotërisë. Dhe pastaj si zog i trembur, ti pyet atë njeriu te dera që ka nevojë të bëjë një procedurë tjetër, i thotë jo, detyra jote mbaroi, shko në shtëpi. Dhe unë iki në shtëpi me qejf dhe gëzim, sepse votoi vetëm 4 emra kandidatësh në një shtet që ka maksimumi 35 milion banor, dhe ndërkohë iki në shtëpi me gëzim sepse më ka ardhur një zarf me DL. Sigurisht që unë nuk do t'ju a them juve se për këtë do votoj ta i zarfi, aq më pak ta publikoj, po jam shumë i sigurt që çarçafi që vjen nga Shqipëria për 1,5 milion apo 2 milion banor, sa mund të jenë momentalisht në Shqipëri, nuk do ketë 4 kandidat dhe 4 parti, po do ketë 404 kandidat edhe 445 parti, se në Shqipëri ndonjëherë më duket sikur ka më shumë parti se kandidat.